Flori, letërsi për fëmijë. I sa ti libër është që boton dhe çfarë duhet të presin vogëlushët dhe prindit? Pse duhet blejnë librin tënd? Atëherë, në fakt ky është libri 4 që unë po botoj, që prej vitit 2022 kur unë botova librin tim të parë. Në këtë panajir vi me 2 libra, vi me Andrushin, serinë e tij të dytë Andrushi dhe Festa Magjike, si dhe me Ditarin e një astronauti të vogël. Të dy librat kanë tematika të ndryshme, por ajo çfarë i bashkon është dashuria, pasioni për leximin, për letërsinë, edhe që fëmijët të jenë sa më pranë dijes edhe sa më pranë shkencës. Si ka ardhur në këtë panajir? A ka lexues, fëmijë, prindër të interesuar? Domethënë, letërsia për fëmijë, a ka interes, a ngjall më interes apo është pak më i reduktuar në krahasim me vitet e tjera? Në fakt, letërsia për fëmijë, ashtu siç është një letërsi e bukur, është edhe sfiduese. Dhe vërteta është që ka pasur pritshmëritë gjithmonë kanë qenë, po themi, jo dhe aq të mira, por nga viti në vit sa vjen dhe përmirësohet. Dhe krahasuar me letërsinë për të rritur, është një letërsi e cila gjithmonë ka treg, po themi, dhe ecje, dhe shpesh fëmijët të rriqen, po themi, nga ato libra të cilat kanë ilustrime, kanë, po themi, një paraqitje dizajni që i bën tërheqjes për ta, por gjithashtu dhe specifika të tjera, siç është edhe përdorimi, po themi, i gjuhës përtej gjuhës shqipe dhe asaj të anglishtes apo një gjuhë tjetër të huaj. Çfarë aventurash do lexojnë fëmijët në librin e Florit? Atëherë, Andrushi është në fakt në seri, është Andrushi 2 që do të vazhdoj mëtej dhe në seritë e tjera, Andrushi astronaut dhe disa seri mëtej. Fëmijët do të shijojnë së pari para se të lexojnë, po themi, librat e mi, dhe do të marrin aty disa mesazhe që janë shumë të rëndësishme për jetën, qoftë ajo pjesa e ambicjes, e cila duhet të eci bashkërisht edhe me guximin, kështu që fëmijët do gjejnë çdo gjë që ata do të ndjehen, po themi, komod dhe gjithmonë do të përshtaten me atë çfarë ata do duan për të qenë, po themi, në atë botë kuptimin e tyre. Në cilën shtëpi botuese duhet vinë dhe të drejtohen prindrit dhe fëmijët që duan të lexojnë librin? Sot ndodhemi tek shtëpia botuese Dita Books. Këtu gjendet edhe libri im më i ri, Ditari astronautit vogël. Është një libër që bën në fakt bashk shkencën edhe letërsinë dhe i mirpres prindrit, lexuesit e vegjël të afrohen pranë stendës edhe ta rrëmbejnë këtë novel kaq fantastike. Përtej, po themi, pjesës së argëtimit do të gjejnë dhe një pjesë të botës së shkencës. Faleminderit. Faleminderit.